Një stuhi reagimesh ka shpërthyer në rrjet pas një momenti shumë të diskutueshëm në ekranin e Klan Kosova. Gjatë një puntate të fundit të një programi televiziv që analizonte zhvillimet brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, diskutimi që pritej të ishte profesional dhe argëtues mori një kthes të papritur dhe të papranueshme për shumë shikues. Në fokus të debatit ishte marrëdhënia midis çiftit Gjesti dhe Egli, një nga temat më të nxehta të reality showt. Por në vend që biseda të përqendrohej tek dinamika emocionale dhe zhvillimi i personazheve, antarët e panelit dhe madje edhe vetë moderatorët zgjodhën të kalonin kufirin e etikës mediatike duke bërë komente ironike, përçmuese dhe haptazitallse për pamjen fizike të Eglit. Ajo që shkaktoi më shumë zemërim ishte mënyra se si ata u shprehën për trupin e saj të palestruar, duke përqeshur krahët dhe këmbët e saj në një mënyrë që shumë kush e konsideroi jo thjesht të pahishme, por brutalisht bullizuese. Reagimet ishin të menjëhershme dhe të fuqishme. Videot e momentit u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, duke ngjallur indinjat dhe zemërim nga ndjekësit e programit. Përdoruesit e rrjeteve sociale e dënuan ashpër këtë sjellje, duke e quajtur jo vetëm të papërshtatshme për një platformë publike, por edhe një shembull negativ për mënyrën si trajtohen gratë në media. Komentet e shikuesve e cilësojnë këtë moment si turpërues, toksik dhe dhunë verbale e maskuar si humor. Kërkesat për ndjesë publike, përjashtim nga panelet dhe reflektim profesional ndaj sjelljes së transmetuar në ekran janë në rritje. Për shumë njerëz, kjo nuk është më thjesht një çështje televizive, por një reflektim i mungesës së respektit që media ndonjëherë i tregon individit dhe trupit të njeriut.